Ti sot vazhdojnë me bë politikë njerëz që i thret. Prandaj, këto janë për mendimin tim, këto detyra që kam pastaj. Është ky prokuror, është një, nuk janë emrat përveçëm. Ai është një institucion që do punojë si skuadër. Po nuk punojë si skuadër. Deri tani Dumani dhe Spaku identifikohet me Dumanin. Jo, gabim, prandaj nuk duhet projektojmë këtë gjë. Se nuk i lejmë me punu, se duket çdo gjë e bën Dumani, ose çdo gjë nuk e bëri Dumani. Ato janë një skuadër atje, janë caktuar për këtë punë. Në qoftë se do identifikojnë që punë e mirë e bën ky, punë e keqe, do fillojnë të spionojnë njëri tjetrin. Po sigurisht. Duke nxjerrë dosjet e njëri tjetrit, do filtrojnë fjalët. Prandaj po them, ne do t'i konsiderojmë një institucion i përbashkët. Kaq, pastaj arrjedh. A ka të shimi disa tyre? Kjo është çështje tjetër kohë, po defim edhe shansin me punu. Nuk është se janë kaq kompaktë për të punuar në një sepse... Unë po du t'i shty drejt mirës. Pasaj, se si ndodhë, nuk se si jam 5 vjetë, unë kuptoj se që ndodhë, po unë po them. Disa konsiderata. Me emra personal, duke personalizu, shkurajohet e, ky që e ka thot i vetëmi heroj, ky e bë, po, qërë bën, se vaj tjetër. Prokurori tjetër nga brenda. Po ndoshta interesant mos dalje kështu, mos t'i marri këto. Çështjet e veta, çdo prokuror është zoti çështje. Sot po diskutojmë për Kreun. Si funksionon ajo punë, po bile sipas ligjit që kanë ato dhe organizimit. Kreu nuk është kreu që i ndan ai dosjet. Po ata janë prandaj individi ka rëndësi, ama. Po pra. Prandaj individi ka rëndësi. Individet e përbëjnë atë. Sepse përpara ka qenë prokurori më i rëndësishëm. Tani janë bëllë individ, kush ka më shumë kurajo, kush ka më pak kurajo. Dhe në këtë aspekt, prandaj pra po them, përpara ishte krye prokurori i rëndësishëm, se ndante çështje. Ndërsa tash, aty janë 20 sepse janë si skuadër, po janë si skuadër, po janë dhe si lojtarë më vete. Po problemi është dhe sa njëri duhet të ka më shtrëngur kurajo janë dhe brenda çështja e këtij është hajtë shikojmë se çfarë dosjesh ka marrë ky dhe ku i ka çu deri ku. Prandaj ngrita atë për të njohur sa do pak se personalisht unë as emrin nuk ja di, them drejt. Për t'i drejtuar, i drejton thjesht nga ana administrative. Për kurajën, për çështjen, kapacitetin hetimor, gjithse kush është një histori në vete. Prandaj po them, ai ka rolin e një administruesi. Ne s'kemi pse i vëmë as rolin e herojt, as të dështakut. Prandaj u them sa më shumë. Pra institucioni që bën individin dhe jo e kundërta, jo individi që bën institucionin. Historia tyne nuk del nga këto debatet se çfarë fjalimi ka majt ai para KLP-s çerquhet. Historia tyne, lavdia, drejt morali është se çfarë çështjes kanë bërë. Me rëndësi. Prandaj po them, kjo zhurmë e madhe, sot mu nuk më pëlqen. Edhe gjykoj që na përshëndet serioze nuk bëhet. 3 konsiderata shumë të shkurtra. E para